Ketëve ju kujtohet ajo rruga në Livaç, Gjilanit që u heke asfalti si parket me dorë, veç 3 muj masi u shtru rruga, para menej. Me ngre, kogja një harcope e qes prej venit. Këqërën e para një muje, kur e kena thirë mas nej zëvendës ministrin me pyt kur komu intervenu. Sonte fillojnë me gryrjen e shtresës së asfaltit. Në momentin kur ka kushte atmosferike të vëlidshme për me shtru shtresën, ata do ta bëjnë. Na jena ardh me mojt për fjale zëvendës ministrin me këshyra është ndërmarrë diçka, qysh po e shene, është gry komplet ajo shtresa e shtrume, tash po do këtë ma e vrasht, normal, po besoj që është në plan me ardh shtresa e re, si do qoftë, pavarësisht se është asfalti i grym, është prap ma mirë se sa që u konë, normalisht, ato skenat gati apokaliptike të qarjes së asfaltit nuk janë më evidente për sy. Sa jena të kerët mos harroni të Alpcar Import mundi me gjetë veturat 2025 bëd, veturat elektrike me çmimin më të volitshëm treg, tash kanë zyren vetërnik në Kosovë, do me thonë, siguroni mi vizitu në Instagram Alpcar Import. Në bazë të asoj që na thojnë bizneset këto, njerëzit që e frekuentojnë këtë rrugë vinë çdo ditë te lokalet e tyne, kryesisht kompania po punon veç natën, sigurisht kur ka ma pak trafik, me gry, do me thonë është një distancë prej ku nesëm, prej ku jena ardhë, është këgja e gatë që është gry asfalti, vazhdon deri në fund atje, po provojna me kontaktu me zotin Hysen Durmishi, nuk e hap.